Të zotë kryetar, kolegë, zotë kryetar, s'pari kam një fjalë me juve. Unë ju përshëndes që juve sot nuk planua të përdorni listat e ndryshuara të diskutantëve, por i qëndrua sipas rregullores asaj që në fuqi deri në fund është lista e paraqitur e para dhe që nuk mund ndryshojë nga askush, as nga ata që mendojnë se mund ta ndryshojnë. Faleminderit. Së dyti, unë do flasë për pikrisht në lidhje me marrëveshjen me fondacionin Hans Seidel. E njoh mirë të fondacion. Kam pasur mundësinë të bashkëpunoj me këtë fondacion që në vitin 1992, kur ky fondacion filloi aktivitetin atë Shqipëri të hershme, të dalë nga komunizmi, me një marrëveshje të ratifikuar nga ky parlament, gjë e cila e ngrën nivelin e bashkëpunimit me këtë fondacion në stadin më të lartë. Është një fondacion i shkëlqyer. Është pjesë e CSU-s gjermane, që tashmë është pjesë e qeverisjes së bashku me CDU-n. Është një fondacion me një reputacion të madh, që mbron vlerat europiane, vlerat e demokracisë, vlerat e ekonomisë së tregut, që mbron dinjitetin e njerëzit. Përfitoj nga rasti për ta falendëruar thellësisht fondacionin në fjalë, Hans Seidel, CSU-n gjermane, CDU-n gjermane, e cila në përmjet këtij fondacioni dhe Konrad Adenauerit, ka qenë pjesë e zhvillimit demokratike shqiptare duke dhënë një kontribut të shkëlqyer në vendin tonë. Ashtu siç duhet falenderoj Gjermaninë, një mbështetëse e madhe e zhvillimit demokratike shqiptare, një mbështetëse e pa llogaritshme dhe pa zëvendësueshme e proceset tonë të integrimit, e rritjes tonë, kontribuces të madhe financiare në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. E falenderoj absolutisht atë shtet madhor, i cili tashmë është lokomotiva e Bashkimit Evropian. Dhe ndjej një keqardhje shumë të madhe sot, jashtëzakonisht të thellë, që ne diskutojmë për ndërprerë marrëveshjen me këtë fondacion. Dhe unë gjykoj se këtu, largimi i këtij fondacioni nga Shqipëria krijon në këto momente të vështira për Shqipërinë një boshllëk të madh. Krijon një boshllëk vërtet të madh. Qoftë për demokracinë, qoftë për sundimin e ligjit, që janë pikat e bashkëpunimit me këtë fondacion, qoftë për integrimin evropian, ku ne jemi në moment të pikërisht në udhkryq, qoftë për qeverisjen lokale, qoftë për krijimin e forcimin e shtetit ligjor dhe mbrojtjes dhe semidrejtësisë, për sigurinë dhe mbështetjen që ka dhënë për policinë shqiptare dhe për elemente sigurisë, për shoqërinë civile në tërësi që ka zhvilluar punën që ka zhvilluar për të rritur shoqërinë civile, për shtuar hapësirat e punësimit, për presionet dhe luftën që ka bërë për krijimin e këtu të ambienteve që të njerëzit, të veçanërisht të rinjt, që kanë emigruar në Gjermani të gjejnë ambient këtu për të rikthyer, edhe për të kontribuar për Shqipërinë. Pra, unë mendoj se hapësirat e mëdha dhe puna e këtij fondacioni është shumë e gjerë. Dhe prandaj dhe hapësirat e mëdha dhe që do krijohen, boshllëqit e mëdha që krijohen nga largimi i tij janë shumë të mëdha. Unë mendoj se pikërisht kjo duhet na bëjë të mendojmë sot. Duhet na bëjë të mendojmë pse sot po bie aktiviteti i të tilla institucioneve të rëndësishme ndërkombëtare në vendin tonë. Pse është zbehur aktiviteti Westminster Foundation? Pse fondacioni Konrad Adenauer, i shkëlqyer në bashkëpunimin tonë si dhe Westminster Foundation, sot kanë reduktuar shumë aktivitetet e tyre? Pse ky fondacion i CSU-s largohet sot? Çfarë po ndodh? Çfarë ka ndodhur në Shqipërinë? Ku është problemi? Pse pikërisht sot po kemi një braktisje të Shqipërisë nga firmat e mëdha, kompanitë e mëdha? Pse nuk kemi investitorë të vërtetë të mëdhenj në Shqipëri? Nuk kemi investime. Kush janë? Më thoni një emër që nga viti 2013 deri më sot, të një kompanie serioze, të madhe, europiane, apo perëndimore, theksoj perëndimore, jo më larg, që investon në Shqipëri? Kush janë? Kush janë? Pse industria farmaceutike e madhe nuk përfaqësohet më në Shqipëri? Pse është krijuar ky boshllëk i madh
në medikamentet origjinës sigurt nga largimi i kompanive të mëdha, nga largimi i qendrave të tyre që kanë pasur Tiranë për Ballkanin Perëndimor dhe transferimi i tyre në Orë, në Shkup, në Kroaci apo në Sloveni. Çfarë po ndodh? U mendoj se diçka nuk funksionon te ne. Diçka e madhe nuk funksionon këtu. A jemi ne më atraktiv për këto? Dhe mos qenë atraktiv lidhet me element. Lidhet me element, jo thjesht financiar, duhet jemi shumë sinqert. Lidhet me element të rëndësishëm që ta ambientit që krijojmë ne. Të zbatimit të direktivave të tyre. Një firmë farmaceutike nuk të vjen në Shqipëri kur ti fut fake drugs, sepse ajo ka reputacionin e saj dhe nuk mund të vënë ndyshim reputacionin e saj. Ashtu pa dyshim dhe me organizma ndërkombëtare serioze, të cilat largohen nga ambientet e dyshimta, sepse nuk duan të vënë në dyshim reputacionin e tyre. Pra unë mendoj se sot jemi në një braktisje. Jemi në braktisje totale. Të nderuar kolegë, Shqipëria sot po futen në këtë dimër që unë ta quaj dimri vetmis madhe. Ky është shkaku, ky është realiteti i vërtetë i këtij dimri që ne kemi. Shqipëria po braktiset nga seriozët. Për arsye nga më të ndryshmet, për shkaqe nga më të ndryshmet, po braktiset, kjo është e vërteta. Dhe kjo ne duhet na bëjë të mendojmë thellë si Parlament shqiptar. Ku jemi? Çfarë po bëjmë? Dhe pikërisht çdo ndërprerje marrëveshje duhet ta shikojmë me seriozitet, duke kërkuar të gjejmë shkaqet, duke kërkuar të bëjmë përpjekje madhore për mos ndodhur kjo punë, duke i krijuar hapësira, duke krijuar mundësitë këtyre organizmave të rëndësishme ndërkombëtare, financiare, ekonomike, investituese, politike, sociale, për të vazhduar të qëndrojnë në Shqipëri. Se ne kemi nevojë të madhe për këto. Ne kemi nevojë për Halzajderin në Shqipëri. Kemi nevojë për Westminster Foundation në Shqipëri. Kemi nevojë për Konrad Adenauerin në Shqipëri. Kemi nevojë për Fondacionin De Gasperi në Shqipëri. Kemi nevojë të madhe për këta. Dhe duhet të bëjmë çdo përpjekje që mos ndodhë këtë ndërprerje. Po, jam dakord. Regjimi nuk i intereson. Regjimi do errësirë. Ujë kur mjerkull do i thonë. Do pikërisht mos pasin e këtyre organizmave mekanizmat raportuese në qeveritë e tyre demokratike, shumë të rëndësishme për ne, në Bashkimin Evropian, janë organizma të cilat edhe ku nuk thonë e shkruajnë dhe dërgojnë informacionin dhe atë që ndodh në Shqipëri. Nuk janë vetëm thjesht këshilluese për ne, prandaj janë shumë të rëndësishme. Janë dhe gjykuese, janë dhe informuese, krijojnë dhe opinionet. Prandaj ky regjim do t'i përzëri, ashtu si po përzë shqiptarët, ashtu si po përzë të rinjt, ashtu si kërkon ta kthejë Shqipërinë në 800.000 banor, si Esat Pasha dikur, që të sundojnë në një copë dhe pastaj të mbushi këtu me të ardhur nga çdo vend tjetër, po përveç Europës, jo. Dhe të krijojnë në këtë mënyrë një grup bujkrobrish të cilë nuk do ke nevojë dhe nuk ka nevojë as të protestojnë, nuk mund të protestojnë, as të votojnë, por vetëm të shfrytëzohen. Dhe kjo është arsyeja dhe ky është problemi i rëndësishëm që ne kemi. Shiko, kolegë të dashur, unë mendoj që ne ta rrëzojmë këtë miratimin e ligjit sot. Dhe të i kërkojmë qeverisë shqiptare të negociojë seriozisht me këtë fondacion. Sepse ka një status të veçantë, është një ratifikim në parlament. Të kërkojmë qartësisht që ne të punojmë fort me këtë fondacion kaq të rëndësishëm europian, jo vetëm gjerman, në mënyrë që ky të gjejë hapësirat dhe mundësitë e riversimit të ndërprerjes së marrëveshjes. Qoftë duke krijuar mundësira bashkëfinancimi. Qoftë duke krijuar mundësira bashkëfinancimi me fondet tona apo me fondet e Bashkimit Evropian. Hajde të lëvizim të gjë. Dhe mos e sillim një copë letër këtu sot dhe lam gojen për të denoncuar një marrëveshje të tillë kaq të rëndësishme me një nga fondacioni kaq të rëndësishëm, në cilën unë në fund dua përsëri ta falenderoj shumë për ndihmën, mbështetjen e madhe pa llogaritshme që ka dhënë në zhvillimin shqiptare që nga viti 92 si pjesë e Gjermanisë mike, si pjesë e Gjermanisë lokomotivë të Bashkimit Evropian, si